Përshëndetje miq, ja ku jemi përsëri. Kjo video do të flas për tiroiden, sepse gjatë punës time kam vërej që ka shumë probleme me tiroiden dhe shumë njerëzve ju rekomandohet të hiqet tiroidja ose të bëjnë kura jo të përshtatshme. Prandaj duhet të jap një informacion të paktën nga ana ime, sipas informacioneve të mia të saktë, por normalisht që mund të ketë edhe ide dhe kundërshtime të ndryshme, kështu që mund edhe të konsultoheni me mjekët tuaj pastaj ose diku tjetër për të marrë një informacion akoma më të detajuar në rrugë të ndryshme. Prandaj nuk pretendoj që kjo të jetë ajo që them unë dhe pikë. Ky që informoni edhe në këndvështrimet e tjera. Ky është këndvështrimi im për sa i përket funksionimit të tiroides. Prandaj, para se të filloj për të shpjeguar tiroiden, dua t'ju jap një informacion nga ana anatomike dhe nga ana fiziologjike, në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë pak më vonë edhe problemet e funksionimit të tiroides dhe të tabelave që do jenë në fund të këtij shpjegimi. Tiroidja është një gjendër hormonale e cila prodhon 3 hormone, që janë FT3, FT4 dhe kalcitonina. Por kjo nuk do të thotë që janë vetëm këto. Në kushte të caktuara psiqike dhe fizike, tiroidja mund të prodhojë dhe hormone të tjera, të cilat shkenca me kalimin e kohës, duke përparuar gjithmonë më shumë, mund t'i zbulojë dhe mund t'i evidentojë ato. Si fillim duhet të shpjegoj mekanizmin e prodhimit të FT3-shit dhe FT4-s. Për këtë më duhet që të shpjegoj në fillim hipotalamin, sepse që aty fillon i gjithë problemi hormonal. Hipotalami është një gjendër e shumëfisht, e cila nga njëra anë lexon informacionin nervor, sinjalet nervore dhe i përkthen ato në sinjale hormonale. Hipotalami është organi kryesor për prodhimin dhe stimulimin e prodhimit të hormoneve në organizmin e njeriut. Ai është gjithashtu edhe kontrollori i prodhimit të këtyre hormoneve nëpërmjet mekanizmit feedback negativ dhe pozitiv. Ai është i përbërë nga nyje të shumta që ndodhen në nyjen supraotiko dhe nyjen paraventrikolare. Përveç hormoneve, hipotalami kontrollon dhe ekuilibron dhjetra e dhjetra funksione të tjera të organizmit tonë, që nuk është momenti t'i flasim. Hipotalami ka 2 zgjatime. Në pjesën e poshtme që formojnë hipofizën, e cila ndahet në 3 lobe, me emrat e mëposhtëm: adenohipofiza, neurohipofiza dhe lobi i mesit. Hormonet që prodhohen në hipotalam depozitohen në neurohipofizë dhe lëshimi ose frenimi i tyre komandohet nga nyjet paraventrikolare të hipotalamit. Ndërsa adenohipofiza është një gjendër hormonale, pra që prodhon vetë hormone. Prodhimi, lëshimi dhe frenimi i hormoneve të saj kontrollohet nga receptorët e nyjes supraotiko në hipotalam, sipas figurës që po shikoni. Lobi i mesit ose mediohipofiza është shumë e vogël. Ajo nuk prodhon hormone, por shërben si magazin e disa hormoneve që prodhohen nga adenohipofiza dhe hipotalami. Stimulimi i tiroides për prodhimin e hormoneve FT4 dhe FT3 bëhet nga adenohipofiza nëpërmjet prodhimit dhe lëshimit në gjak të TSH-s, ose e thënë ndryshe hormoni stimulues i tiroides. Tiroidja ka receptor që lexojnë TSH-n dhe sipas vlerave të TSH-s prodhohet FT4 dhe FT3 nga ana e tiroides. TSH-ja nuk është gjithmonë e njëjtë. Ajo ndryshon nëse tiroidja nuk prodhon sasinë e duhur të FT4-s dhe FT3-shit.
pas prodhimit dhe lëshimit në gjak të FT4-s dhe FT3-shit, ato kontrollohen nga 4 sensor që ndodhen në nyjen sopraotiko të hipothalamit. 2 nga këta sensor kontrollojnë FT3-shin dhe 2 të tjerët kontrollojnë FT4-ën, ku gjithmonë njëri kontrollon nëse është i ulët hormoni dhe tjetri nëse është i lartë. Dhe kur ka mungesë, stimulojnë që të rritet hormoni, ndërsa kur ka tepritës, stimulon që të ulet hormoni. Në këtë mënyrë, kemi gjithmonë ekuilibër në prodhimin hormonal. Për aq kohë sa këta sensor janë të pa infektuar, çdo gjë ecën me saktësi të madhe. Ndërsa kur një apo më shumë sensor infektohen, kemi edhe një çrregullim në kontrollin hormonal të tiroides. Me heqjen e infeksionit, i gjithë sistemi kthehet në saktësinë e mëparshme nëse sensorët nuk janë dëmtuar përfundimisht. Tani, një shpjegim tjetër. Si ti kuptojmë feedback pozitiv dhe feedback negativ? Imagjinoni në shtëpinë tuaj të keni 2 kondicionerë, që ftofin dhe ngrofin. Ju doni që temperatura të jetë 20 deri 22 gradë. Prandaj, njërin e vendosni në opsionin për ngrofje dhe sa herë që zbret poshtë 20 gradë, ai ndizet derisa arrin temperatura 20 gradë ku edhe fiket. Ky quhet feedback negativ, sepse kontrollon që temperatura të mos kalojë poshtë 20 gradë, por nuk bën asgjë nëse temperatura shkon 24 gradë. Atëherë, në kondicionerin tjetër, zgjedh opsionin ftofje dhe vendos 22 gradë, i cili sapo temperatura rritet në 23, fillon ftofjen dhe fiket në 22 gradë. Sipas këtij koncepti, sensorë të ndryshëm në organizmin tonë kontrollojnë dhe mbajnë në ekuilibër temperaturën e trupit, sasinë e ujit në gjak, sasinë e hormoneve, të vitaminave, të mineraleve e shumë të tjera. Në funksionimin e një organi, në naturopati ka 2 koncepte. Është ai i çrregullimit subklinik dhe i çrregullimit klinik. Çrregullimi subklinik nuk pasqyrohet ende në analiza e gjakut, por ka shenja të tjera më përpara, të cilat për rastin e tiroides do t'i them pak më vonë. Ndërsa çrregullimi klinik pasqyrohet edhe me analiza gjaku. Është gabim kur mendojmë se tiroidja prodhon shumë jod dhe është në hiperfunksion, dhe kur prodhon pak jod është në hipofunksion. Ky është një koncept i gabuar, sidomos në popull ose në disa mjek, sepse tiroidja nuk prodhon jod, por shfrytëzon jodin edhe disa elemente të tjerë për të prodhuar hormonet e saj. Zakonisht jodi i tepërt shkon në magazin dhe nuk qëndron në gjak, ndërsa kur mungon, mund të prodhoj më pak hormone, por kjo ndodh jo vetëm kur mungon jodi, por edhe kur mungon një apo më shumë nga elementet e tjerë që i duhen tiroides. E do t'i them pak më vonë. Pra, tiroidja, kur prodhon pak hormone dhe nuk ka asnjë infeksion në asnjë nga organet që folëm më lart, do të thotë që mungojnë një ose më shumë nga elementet që i duhen tiroides për të prodhuar hormone. Në këtë rast duhet gjetur elementi që mungon dhe duhet të jepet si suplement ose si ushqim. Pra, vim tek tiroidja. Kur këto vlera lëvizin, kemi ndryshime që mund të identifikohen si tiroide në hipofunksion ose hiperfunksion. Do me thënë, tiroide që punon pak dhe njihet si Hashimoto, ose tiroide që punon shumë dhe njihet si sëmundja e graves ose tiroidit, ose gusha, ose noduli toksik. Tek ata që diagnostikohen me hipotiroidizëm, jepet terapia hormonale zëvendësuese për gjithë jetën, pra tiroksina.
por a është e vërtet kjo gjë? Do ta shohim pak më vonë. Tani le të shohim shenjat kryesore që jep një individ që ka tiroiden në nën funksion, pra në hipotiroidizëm. Shenjat kryesore të hipotiroidizmit janë lodhja, ftohtë në përgjithësi dhe duar e këmbë në veçanti, tensioni i ulët, rrafjet e zemrës të ulta, metabolizmi bazal i ulët, shtrëngim në fyt, rënje flokësh, hipotonia muskulare, që do të thotë humbja e muskulaturës, fryrja në fytyrë dhe në palpebra, domethënë rreth e qark syve, dëshirë për gjumë, tharje me plasje të buzëve, tharje të lëkurës në përgjithësi dhe lëkurë me ngjyrë të verdhë, sidomos në ekstremitetet, duar dhe këmbë. Truri reagon më ngadalë. Kanë ngushë që shpesh vjen nga mungesa e jodit, por jo vetëm nga kjo. Mund të ketë edhe arsye të tjera. Kanë noduse rreth tiroides dhe mund të kenë edhe shenja depresioni. Tendenca drejt sistemit simpatik, pra ka tendenca drejt sistemit parasimpatik, që jep mbi peshë dhe oreks. Gjithashtu kanë edhe ulje të sistemit imunitar. Shenjat kryesore të hipertiroidizmit, të cilat janë hiperaktiviteti, metabolizëm i lartë, rritje të temperaturës së trupit, humbje në peshë dhe masën e muskujve, hiperglicemi, rritje tensioni, rritje të rrafjes së zemrës, paqëndrueshmëri emotive, nervozizëm dhe pagjumësi, dalje në syve pak jashtë, lëkura e fytyrës me ngjyrë pak të kuqe, djersitje pa kuptim dhe tepërt, dalje të shpeshta në jashtëqitje, tendenca drejt sistemit simpatik, që jep nën peshë dhe anoreksi, ose oreks të vazhdueshëm por pa rritje në peshë. Për të qenë hipo ose hiper, mjaftoj edhe vetëm 3 nga shenjat e mësipërme dhe jo patjetër duhet të jenë të gjitha. Tek ata që diagnostikohen me hipertiroidit, pra që punon më tepër, jepet metinazole, tapazole, unimazole e tjerë të kësaj familje. Problemi i këtyre dy çrregullimeve klinike mund të jetë infeksioni në tiroide, në hipofiz ose hipotalam, dhe pasqyrohen në analizat e gjakut parafërsisht si më poshtë. Të gjithë pasi marrin përgjigjen e analizave, kontrollojmë vlerat hormonale për të bërë krahasimin me normën e lejuar. Laboratorë të ndryshëm kanë njësi matëse të ndryshme, prandaj po marrë në shqyrtim konceptin e interpretimit të analizës dhe saktësisht analizën në vetvete dhe jo realisht vlerat e analizave. Kjo eviton edhe interpretimin personal të analizave që mund të keni. Tani fillojmë me vlerat normale të matjes me analizat e gjakut. Atëherë, vlerat normale të matjes me analizat e gjakut janë TSH-ja minimumi 0,17, maksimumi 4, FT4 minimumi 7, maksimumi 18, FT3 minimumi 2, maksimumi 4. Në laboratorët të ndryshme, këto mund të jenë vlerat të ndryshme, por ne duhet kapim thelbin e shpjegimit dhe jo të shohim realisht analizat që kemi në dorë me këto që thashon. Ndërsa për të kontrolluar nëse ka infeksion apo jo tiroidja, janë analizat e mëposhtme: anti-TPO, anti-TG dhe anti-RTSH. Dhe kur kemi sëmundje tumorale, bëhen analizat të tjera nga mjeku specialist, por që nuk i analizojmë në këtë shpjegim, sepse mund t'i shpjegojmë në një video tjetër, ku do të mund të flasë për tumoret në përgjithësi. Tani le të marrim në shqyrtim disa raste për të shpjeguar sa u thamë lartë. Rasti i parë është kur tiroidja ose receptorët e saj që masin të shën janë të infektuar, ndërsa hipotalami dhe adeno-hipofiza punojnë normalisht. Rezultati i analizave do jetë si më poshtë, pak a shumë. Në anën e majtë të tabelës do shikoni vlerat reale të TSH 0,714, FT4 7,18 dhe FT3 2,4. Në kolonën e dytë është një rezultat i mundshëm, 0,01 TSH-ja, që është shumë i ulët,
FT4 20 që është i lartë dhe FT3 7 që është i lartë. Rezultati në kolonën tjetër është përsëri 001 i ullët, FT4 6 i ullët, FT3 8 i lartë. Në kolonën e tretë kemi përsëri TSH 001 të ullët, FT4 20 të lartë dhe FT3 1 i ullët. Dërsa në kolonën e fundit e bërë dhe me të kuqe, TSH-ja është 15, pra i lartë, shumë i lartë, ndërsa FT4 dhe FT3 janë të ulta, një shumë të ulta, poshtë vlerës minimale. Si t'i kuptojmë këto rezultate? Se 3 rezultatet me të zeza quhen në 3 kolonat e para, quhen hipertiroidizëm. Pra tiroidia prodhon më shumë FT3 dhe FT4, ose njërën nga të dyja dhe ka dalë jashtë kontrollit, sepse TSH-ja është shumë e ullët dhe nuk po stimulon fare tiroidën. Pra, nuk është si rrjedhim i hormonit stimulues të tiroides, por është si rrjedhim i dëmtimit ose një problemi tjetër të vetë tiroides. Në këtë rast bëhen analiza për të kontrolluar për infekcion ose sëmundje tjetër të tiroides, por nuk duhet të jepet hormoni zëvendësues i tiroides. Ndërsa rasti nënvizuar me të kuqe tregon hipotiroidizëm. Në më thënë, tiroidia prodhon pak ose as pak FT3 dhe FT4. Këtu kemi një TSH të lartë që stimulon tiroiden të prodhojë hormone, por rezultati është 0 ose 1 shumë i ulët. Në këtë rast mund të kemi atrofizim të tiroides nga një sëmundje e mundshme dhe duhet që të merret hormoni zëvendësues i tiroides. Tani kalojmë te rasti i dytë. Rasti i dytë është kur kemi të infektuar adenohipofizën, ndërsa tiroidia dhe hipotalami punojnë normalisht. Rezultati i analizave do jetë si më poshtë. Vlera reale është njësoj si më përpara. Në kolonën e majtë kemi 0,74, 7,18 dhe 2,4, ndërsa rezultati është TSH-ja 12, FT4 9 dhe FT3 3. Pra i kemi normal këto dy të tjerat, ndërsa kemi vetëm TSH-n e lartë. Në këtë rast nuk kemi as hipo dhe as hiper të tiroides. Pra tiroidia funksionon normalisht dhe nuk ka sëmundje. Madje, edhe receptorët që masin TSH në tiroide janë në rregull, ndërsa adenohipofiza që prodhon TSH është e infektuar. Dhe këtu duhen bërë analiza të tjera për të gjetur shkakun e infeksionit ose dëmtimit të adenohipofizës, por nuk duhet të merret hormoni i tiroides si integrator. Rasti i tretë, kur është infektuar hipotalami, nyja supraotiko, FT3 dhe FT4 në feedback pozitiv, ndërsa tiroidia dhe adenohipofizi punojnë normalisht. Rezultati i analizave do jetë si më poshtë. Gjithmonë në të majtë kemi vlerat reale, që s'po i përsërisim, ndërsa rezultati i analizave mund të jetë TSH-ja 001, pra shumë i ullët, FT4 dhe FT3 normal, njëra 9 dhe njëra 3. Edhe në këtë rast, nuk kemi as hipo dhe as hiper të tiroides. Pra tiroidea funksionon normalisht dhe nuk ka sëmundje, ndërsa receptorët e hipotalamit që lexojnë prodhimin e FT3 dhe FT4 në feedback pozitiv janë të infektuar dhe nuk lexojnë vlerën reale që shohim ne në analiza, por një vlerë më të lartë, kështu që bën korrigjimin duke e ulur prodhimin e TSH-s në masën që është rritur tek matësi. Edhe këtu duhen bërë analizat të tjera për të gjetur shkakun e infeksionit ose dëmtimit të hipotalamit, por nuk duhet të merret hormoni i tiroides si integrator. Kalojmë tek rasti i katërt. Rasti i katërt, kur është i infektuar hipotalami, nyja supraotiko, FT3 dhe FT4 në feedback negativ. Pra i pari ishte në feedback pozitiv, ky dyti është në feedback negativ. Ndërsa tiroidia dhe adenohipofizi punojnë normalisht. Rezultati i analizave do jetë si më poshtë, parafërsisht gjithmonë. Në anën e majtë të kolonës kemi vlerat reale, në anën e djathtë rezultati i TSH-s 12, FT4 9, FT3 3. Pra janë normale dy të tjerat. Edhe në këtë rast nuk kemi as hipo dhe as hiper të tiroides. Pra tiroidia funksionon normalisht dhe nuk ka sëmundje.
ndërsa receptorët e hipotalamit që lexojnë prodhimin e FT3 dhe FT4 në feedback negativ janë të infektuar dhe nuk lexojnë vlerën reale që shohim ne në analiza, por lexojnë një vlerë më të ulët, kështu që bën korrigjimin duke e rritur prodhimin e TSH-s në masën që i mungon matësit. Matësi është gjithmonë receptori. Edhe këtu duhen bërë analiza të tjera për të gjetur shkakën e infeksionit ose dëmtimit të hipotalamit, por nuk duhet të merret hormoni i tiroides si integrator. Kalojmë tek rasti 5, kur adenohipofizi, hipotalami dhe tiroidja nuk janë të infektuar, por vlera e TSH-s është brenda normës maksimale ose pak fare i lartë, ndërsa FT3 dhe FT4 janë në nivele shumë të ulta, afër minimales së lejuar si më poshtë. Në kolonën e majtë kemi vlerat reale, ndërsa vlerat e analizave janë TSH-ja 4, FT4 7 dhe FT3 2. Pra janë normale, por janë në minimumin e tyre. Në këtë rast, mund të dyshojmë që mungon një ose më shumë nga elementet e mëposhtëm që i duhen tiroides për të prodhuar FT3 dhe FT4. Këto element janë jodi, vitamina B9, kalcioglukonat, hekuri Fe4, fosfori, litiumi, manganezi, potasi, silici, zinku, MSM-ja, që është metilsulfonil metano, metionina, aminoacidet që janë metionina, valina, histidina dhe tirozina. Të gjitha këto janë përbërësit kryesor që tiroidja të punojë normalisht dhe të prodhojë hormonet e saj. Kujdes, asnjëherë mos mendoni se mjafton që të merrni të gjitha shtesat e suplementeve që thash më lart dhe tiroidja do rregullohet. Do merret vetëm ajo që mungon dhe asnjë më tepër, sepse edhe tepricat çrregullojnë tiroiden. Prandaj në të gjitha rastet është mirë që të konsultoheni me një mjek specialist para se të merrni vendime personale. Rasti i 6, kur adenohipofiza, hipotalami dhe tiroidja janë të infektuar njëkohësisht. Analizat janë shumë të çrregullta dhe parametrat dalin jashtë logjikës së mësipërme në të gjitha drejtimet, madje me luhatje të mëdha nga dita në ditë dhe nuk mund të jepen shembuj. Pra, për të kuptuar funksionimin e tiroides, duhet të bëhen të gjitha analizat, jo vetëm TSH-ja që bëjnë zakonisht dhe rëndom mjekët apo laboratorët. Në të gjitha rastet anormale, duhet të bëhen edhe analizat e anti-TPO dhe anti-TG, apo markatorët tumorale. Në këtë mënyrë mund të gjendet shkaku i vërtet i çrregullimit hormonal i shoqëruar mbase edhe me analiza të tjera gjaku. Dikush mund të pyes, a kam patur unë raste të tilla? Po, kam patur. Kam patur madje edhe raste të cilat ishin rekomanduar me urgjencë për të hequr tiroiden. Por me eliminimin e infeksioneve nga adenohipofizi, nga neurohipofizi, nga receptorët, nga hipotalami, nga vetë tiroidja, tiroidja dhe gjithë funksioni hormonal është kthyer në funksion normal. Dhe pacientët nuk ka qenë e nevojshme që të hiqnin tiroidet. Megjithse ka patur raste që edhe pse analizat dilnin të rregullta, prapë rekomandoheshin për të hequr tiroiden, që është një gjë që nuk arrit ta kuptoj asnjëherë. Si përfundim, dua të them se informacioni i mësipër është gjithmonë mendimi im personal, që është krijuar nga eksperienca e punës time ndër vite dhe mund të mos pasqyroj plotësisht atë që është shkruar nëpër libra dhe shprehur gojarisht nga mjek të ndryshëm. Prandaj, merreni si një këndvështrim tjetër i interpretimit të problemeve të tiroides. Kaq kisha. Mund të bëni pyetje, mund të informoheni dhe mund t'ju ndihmoj në të gjitha rastet që ju do keni probleme me tiroidet tuaja. Faleminderit që dëgjuat deri këtu dhe mirupafshim në videon e ardhshëm që do jetë për diabetik.